Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim dhe nëse e keni parë nga videot e shkurtra e keni vënë re që un po lexoj një libër. Po lexoj Napoleon Hill dhe është një gazetar i cili ka bërë disa përmbledhje të nëse mund ta quajmë mënyrën se si ose parimet e njerëzve të suksesshëm në Amerikë. Edhe i ka përmbledhur ato në një tip broshure shumë vite më përpara dhe i publikoi. Por në momentin kur ato u publikuan, ndodhen në një kohë shumë të keqe, sepse ishte momenti kur shpërtheu lufta e dytë botërore dhe pas sulmit në Pearl Harbor, nuk e di nëse e keni si informacion nga historia, shumë njerëz nuk kishin më të interesuar për të marrë me zgjim shpirtëror dhe gjëra të tilla dhe u detyruan që të shkonin më shumë tek lajmet e momentit, pra lajmet e luftës dhe ndikimi që kishte lufta si gjithmonë për të shkatruar çdo gjë. Dhe çfarë ndodhi? Vite më vonë u morën këto parime të përmbledhura nga Napoleon Hill dhe u bën një libër. Dhe është si të bësh zot i mendjes tënde. Në fakt është një libër që e kam nisur prej pak kohësh, por e nis, lexoj, i rikthem edhe një herë nga fillimi, e lexoj, rikthem edhe një herë nga fillimi dhe nuk e kuptoj as vetë pse nuk po e përfundoj dot, prandaj kam vendosur që këtë radhë do ta lexoj së bashku me ju, në mënyrë që të mundem edhe unë ta çoj deri në fund, edhe pse jam 100% e bindur që derisa ta lexoj në fund do them wow, libër është i kaq i jashtëzakonshëm dhe si vallë e shtyva deri më tani dhe nuk po e lexoja dot. Megjithatë, për të arritur në këtë përfundim dhe jam e sigurt që do më falenderoni edhe ju dhe do thoni wow, është një libër vërtet i mrekullueshëm. Unë nuk do e lexoj çdo pjesë të tij sepse jep shumë shembuj dhe nëse ka një shembull të cilin do ta ndjej dhe unë të nevojshme për ta ndarë me ju, sigurisht që do t'ua tregoj, por është mënyra se si e ka përmbledhur, pra në pikat veçanta, prandaj unë do t'ua lexoj tani. Dhe është rasti i një biznesmeni i cili është i motivuar për të arritur suksesin e tij. Dhe thot, u motivua nga një qëllim i përcaktuar që është hapi i parë i të gjitha arritjeve individuale. Ideja është gjithmonë e tillë, pra caktoje në mënyrë sa më të saktë qëllimin, pra ku do ti të shkosh, dhe është thelbësore për çdo lloj manifestimi. E stimuloj këtë qëllim derisa ju kthye në fiksim, duke e përqendruar aty mendimet e tij. Pra është kjo mënyra që ju them unë gjatë gjithë kohës me teknikat, duke mos e lënë mendjen tuaj të shkoj si një tren pa frena kudo ku mundet, por duke qenë shumë të qartë dhe duke i çuar mendimet gjatë gjithë kohës tek e njëjta gjë. Ai përdori parimin e aleancës së gjenive, fillimisht fal përpjekjeve të përbashkëta me personin e afërt dhe më pas duke marrë edhe këshilla nga të tjerët që kishin eksperimentuar me të njëjtën gjë. Pra, komuniteti që ne kemi krijuar është vërtet i jashtëzakonshëm. Madje unë shoh që Flora, të cilën dua vërtet ta përshëndes, është një person i jashtëzakonshëm, është shumë interaktive edhe me të tjerët. Në momentin kur ka persona të cilët nuk e kuptojnë diçka dhe më pyesin mua, pra është një lloj aleance mes gjenive, pra ti kërkon të dish më shumë për diçka të cilën e do ti. Dhe çfarë ndodh? Edhe Flora ndërhyn dhe kthejnë përgjigje dhe kjo e rrit aleancën në gjenive. Pra nuk presim më përgjigje vetëm nga Migena, por ju prisni një përgjigje edhe nga Flora, edhe nga miq të tjerë, të cilët ndoshta nuk ju njohin, por thjesht me një fjalë ju përcjellin energji pozitive të jashtëzakonshme dhe krijohet një aleancë gjenish shumë herë më e madhe se sa vetëm mes jush dhe një kanali YouTube-i, ose mes jush dhe një content creator, për shembull siç mund të jem unë, ose mes jush dhe një personi tjetër, shoqes tuaj me cilën ndani çdo problem. Kjo aleancë rritet dhe kur rritet aleanca, gjithmonë
bëhet fuqia edhe më e madhe. Por një ndër gjërat më kryesore është se mbështetja e të gjitha këtyre përpjekjeve ishte fuqia e besimit. Besimit në veprim. Pra të kesh besim tek çdo gjë që ti bën, tek këto teknika që ti ulesh dhe i shkruan dhe mediton për to, ti duhet të kesh besim në radhë të parë. Dhe në të cilën thot ai fitoi fal besimin, pra e fitoi fal dëshirës së flakt për sukses në lidhje me qëllimin e vet kryesor të përcaktuar. Pra në momentin kur ti përcaktoj një qëllim, a do ta mbushësh këtë qëllim me besim, me afirmime pozitive, me teknika që të bëjnë të mendosh pozitivisht për këtë qëllim, apo thjesht e ke vendosur atë qëllimin dhe thua nuk ja vlen fare, kot që lodha. Çdo ditë kot. Nuk ja vlen asgjë. Si mendoni? A mendoni se do të arrini ndonjëherë qëllimin tuaj nëse ju do thoni nuk ja vlen, nuk ja vlen, nuk ja vlen? Apo do t'i arrini nëse ju punoni çdo ditë me nga një gjë sa do të vogël, qoftë edhe duke kërkuar ndihmë nga të tjerë, të cilët mund të jenë në të njëjtën rrugë si ju, mund të jenë njëjta rrugë shpirtërore, nuk është gjithmonë e thënë që ne të jemi njerëz që takohemi, flasim, dim problemet, hallet e njëri tjetrit, ne jemi në të njëjtën rrugë shpirtërore, ne dim që jemi nisur për të shkuar në një vend më të mirë shpirtërisht, ku ne i mendojmë gjëra gjithmonë pozitivisht, dhe gjatë rrugës për atje ti takon edhe njerëz të tjerë të cilët kanë një mendim pozitiv çdo ditë, sepse janë duke u përpjekur edhe ata për të ardhur në rrugë me ty. Kjo është një mënyrë e të vendosurit në disa pika. Pra i ka vendosur A, B, C, D, E në këtë rast, por në disa pika të gjitha atyre parimeve në të cilat bazohet çdo manifestim. Dhe është i gjithë libri i cili është i mbushur me parime të cilat i ndjekin njerëzit e suksesshëm dhe thonë unë kam ndjekur këtë mënyrë për të ecur përpara me biznesin tim, unë kam ndjekur këtë mënyrë për të arritur suksesin tim, dhe pikërisht janë gjëra të tilla të cilat të bëjnë që ti të ndoshta edhe të mësosh, pra të krijosh këtë aleancë gjenish, jo vetëm më me migenën, jo vetëm më me disa video të cilat ne i gjejmë në internet, por tashmë edhe me një libër. Nëse keni mundësi, është libri Napoleon Hill, si të bësh zoti mendjes tënde, dhe ju mund ta gjeni, mund ta blini, mund ta lexoni në ritmin tuaj, sepse normalisht unë video do t'i publikoj pak nga pak, nëse dëshironi ju mund ta merrni, dhe më duket nuk kushton as shumë, është vetëm 10.900 lekë. Unë nuk kam, unë në fakt të librin e kam bler në një shitës librash në rrugë, që do thot nuk kam asnjë lloj interesi për asnjë lloj shtëpi botuese apo pikë shitjesh librash, por nëse e gjeni dhe nëse jeni të interesuar, sigurisht që mund ta gjeni dhe ta lexoni me ritmin tuaj. Megjithatë, pikat kryesore unë do t'ua sjell në video, dhe në këtë mënyrë do e lexojmë të gjithë së bashku. Është vërtet libër jashtëzakonshëm. Unë e di shumë mirë që deri në fund do të jemi të gjithë shumë më të ndriçuar në lidhje me metodat e manifestimit. Shihemi në videon tjetër, përderisa do të kemi disa video të cilat dua vërtet t'i ndaj me ju.